Për të dy ligjet u votua veçmas dhe për secilin prej tyre u zhvillua debati veçantë. Ligji për shërbimin gjyqësor u miratua me 61 vota pro dhe 12 kundër, ndërsa ligji për shërbimin e prokurisë publike mori mbështetjen e 62 deputetëve, ndërsa 13 votuan kundër. Të dy ligjet u miratuan pa mbështetjen e deputetëve të LSDM-s, të cilët vlerësojnë se këto nuk janë ligje reformuese. Sipas deputetëve të opozitës, ato nuk do të sigurojnë pavarësi, panshmëri dhe përparim në shërbimin gjyqësor dhe atë të prokurisë publike. И наместо заекнување на самостојноста на јавно-обвинителската служба, во повеќе одредби од самиот предлог закон се задржуваат механизмите преку кои што органите на извршната власт имаат и продолжуваат да имаат влијание поврзани со вработување, унапредување, мобилност, организација на работа, управување со човечки ресурси и донесувањето на подзаконските акти. Што значи дека наместо самостојност и независност на јавно-обвинителската служба и понатаму и многу повеќе власта ќе има влијание врз оваа служба. Sipas deputetit Prenzov, për të dy ligjet është zhvilluar debat publik dhe të gjithë ata që ishin të ftuar kishin dy vërejtje kryesore, të cilat janë korrigjuar në këto projekt ligje. E para ishte që të punësuarve në këto sektor të mos u ulej asnjë denar nga pagat dhe të ardhurat e tyre. E dyta ishte që të mos e humbnin statusin e nënpunësve gjyqësor, përkatësisht të nënpunësve të prokurisë publike. И двете клучни работи ги усвоивме. Ниту еден службеник нема да има помала плата и секој еден јавно-обвинителски службеник, односно судски службеник, останува со истиот статус кој што го имал. Тие две работи, да, точно ги исправивме. И тоа треба да се признае и за тоа треба да се даде поддршка. Ndryshe në kuadër të së njëjtës seancë të 108 u miratuan edhe ligji për drejtuesit e lartë, ligji për shfrytëzimin e energjisë nga burimet riprodhuese dhe ligji për armët, ndërsa votimi për projektligjin për procedura gjyqësore për zgjidhjen e kontesteve civile do të caktohet në një datë tjetër.